Punonjësit e kujdesit shëndetësor janë gjithnjë më të pakët dhe presioni po rritet mbi spitalet dhe strukturat e kujdesit shëndetësor në zonën e Piemontes. Ajsa rajoni italian njoftoi së fundmi se do të pajiset me rojet armatosura deri në fund të vitit, por midis rrugëve të mbetura të paprovuara, njëra shtrihet në Shqipëri. Ky është konteksti për nënshkrimin e një letre qëllimi të njëjtën e kaluar midis Universitetit të Piemontes Lindore dhe Universitetit Shqiptar e Qerim Çabej në Gjirokastër për të nisur një program diplome dyfisht në infermieri me qëllim trajnimin e profesionistëve të aftë për të punuar në kontekste ndërkombëtare. Në takimin të mbajtur në zyrën e rektorit në Vercelli, morën pjesë rektorët me Niko Rizi dhe Jao Cana, së bashku me këshilltarin rajonal për shëndetësinë Federico Riboldi. Një bashkëpunim akademik, por me objektiva shumë konkrete për italianët. Formalisht marrëveshja është akademike, por motivi është i qartë. Piemonte, si pjesa më e madhe e Italisë, ka mungesë të mjaftueshme infermierësh. Sindikata Nursind vlerëson 6.000 më pak se sa i nevojiten tregut, ndërsa raporti i fundit i Gimbe vlerëson 5 infermier për 1.000 banor. Rajoni po përpiqet kështu të krijojë kanale bashkëpunimi për trajnimin që të paktën në planin afatgjat mund të inkurajojë ardhjen e personelit nga jashtë ose zhvillimin e programeve të përbashkëta. Trajnimi i infermierëve me trajnim të integruar midis Italisë dhe Shqipërisë do të thotë investim në një sistem kujdesi shëndetësor më të hapur dhe modern, deklaroi rektori Rizi, duke theksuar vlerën kulturore dhe profesionale të iniciativës. Piemonte po përjeton një krizë strukturore në disponueshmërinë e infermierëve, përsëriti këshilltari Ribaldi, duke i quajtur projektin një përgjigje konkrete që kombinon trajnimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Nuk mund të ndjekim më thjesht urgjencat, na duhet një strategji afatgjat dhe ky bashkëpunim mund të jetë një piknisje, shtoi ai. Por kufizimet mbeten, ata mund të punojnë vetëm në sektorin privat. Në mars u nis një proces fillestar eksplorues për të eksploruar mundësinë e tërheqjes së infermierëve shqiptar në Itali, së bashku me urdhrin e profesioneve të infermierisë së Piemontes dhe Valle d'Aostës. Por kushtet nuk ishin aty. Infermierët shqiptar nuk mund të punësohen nga shërbimi publik shëndetësor italian, përveç se nëse janë shtetas ose kanë marrëveshje specifike, dy palçe të cilat aktualisht nuk ekzistojnë, shpjegon presidenti i tij, Ivan Bufalo. Sot ata mund të punojnë vetëm në sektorin privat, por do të ishte ende një mënyrë për të adresuar mungesën e stafit, shton ai. Bashkëpunimi me Universitetin e Gjirokastrës është në thelb një shenjë e hapjes dhe dialogu ndërkombëtar, por jo një zgjidhje menjëhershme për krizën e fuqisë punëtore në kujdesin shëndetësor që ka goditur rënd Italinë. Problemi strukturor i përbër nga paga jo konkurruese, kushte të vështira pune dhe ngarkesa të paqëndrueshme me ndërrimet, mbetet i paprekur. Prandaj rajoni po eksploron Shqipërinë, por pa ndërhyrje serioze në paga, kontrata dhe atraktivitetin e sektorit, infermierët e rinj do të vazhdojnë të kërkojnë diku tjetër, shpesh në Evropën Veriore ose edhe në vendet arabe ku këta profesionistë të njëjtë paguhen dukshëm më mirë.